Ejubi ishte shumë i pasur në fillim, ishte pejgamberi i Zotit, ishte shumë i devotshëm, edhe ai si Sulejmani nuk bënte me pasurinë vetë atë që ishte e lejuar, nuk e menaxhonte atë vetë në atë që është halal. Ishte bujar i madh, ishte njeri i cili e menaxhonte shumë mirë pasurinë, edhe për veten e tij, për familjen e tij dhe për njerëzit. Dhe kishte, tregojnë historianët islam, nga të gjitha pasuritë. Nga pronat, nga kafshët, nga floriri, nga argjendi, gjitha pasuritë i madhi Zot nga fëmijët ja kishte dhënë. Pastaj kishte një familje të shëndosh. Kishte bashorten, kishte edhe fëmijët. Kishte një pamje shumë të bukur Ejubi alayhis salam dhe një fuqi shumë të madh. Pra vllai i dashur, këtij pejgamberit të madh nuk i mungonte asnjë gjë. Pra deri këtu jemi në raport si Sulejmani, pra me pasurinë. Me gjëra të mëdha. Çfarë është ju që të sprovohej duke qenë profet dhe duke mos pasur të paktën domethënë shkak për sprovë, se ngaherë thot Allahu, ato që ju e bënin i bëhet me duart tuaja. Në këtë rast Ejubi nuk e kishte nga vetja. Ç'a ndodhi? Po, pejgamberët janë sprovu jo se kanë bërë ato mëkate. Si ç'është ajeti që çdo gjë që ju godet është nga duart e juaja. Pejgamberët sprovohen për t'u parë deri ku shkon devotshmëria e tyre. Pejgamberët sprovohen për të arritur kulmin e shpërblimit në botën tjetër. Për shembull, ka një hadith që thot pejgamberi alayhis salam, një besimtar thot Zoti do ta çojë me grada në xhenet. Por ai thot me punët e veta nuk pa arrin atë. Atëherë i jep sprova, i jep probleme, i jep stres, i jep mërzitje, i nxjerr përballë njerëz të këqij që i bëjnë padrejtësi dhe nëpërmjet sprovave dhe belave dhe smundjeve thot ai arrit atë gradë që do Zoti në botën tjetër. Se çdo gjë ne duhet ta shikojmë dimensionin e kësaj bote me botën tjetër, po su bashkuan këto, asnjëherë nuk kuptohet e vërteta absolute që na ka shpallë i madhi Zot. Ejubi alayhis salam i kishte gjitha të mirat. Tregohet në historinë islame se shejtani u bë shumë xhelos për Ejubin. Se një person me gjithë të mira, pejgamberi i Zotit edhe në kulmin e devotshmërisë, shejtani mallkum i thot, si më thon Iblisi edhe shejtanëve të tjerë, atyre që e pasojnë atë. I thot vetëm se ky ka kaq shumë pasuri, ka gjitha të mirat prandaj është adhurues i madh. Se me mlon tha Zoti mu me sprovu, ju e shihni sa i sinqert është ai. Dhe Zoti e la. Pa ngriti dyshime. Ngriti dyshime dhe desh tregoj që Ejubi vetë se i ka gjitha të mirat. Prandaj e shihni që është kaq i devotshëm. Po mos t'i ketë, pra desh me nxjerr sikur kishte edhe interes në besim. Pra kur i ke gjitha të mirat, pse mos ta adhurosh Zotin? Që s'është e vërtetë, ha? Biles me Islam është që sa më shumë të mirat vinë nga kjo botë, aq sprova bëhet më e madhe. Pejgamberi ka thënë një shokëve të vet, sa ishim të varfër, unë s'ja u kisha merakun. Unë do të vdes dhe juve do t'ju hapen pasuritë e popujve të tjerë. Por atë kam frikë se do t'ju marrë kjo dynja. Pra nuk është kështu, më shumë biles në trajtimin islam është që kur ke halle probleme, mund t'jesh më afër me Zotin. Kurse kur i ke gjitha të mirat, është më e vështirë ta kujtosh Zotin. Nëse të kujtohet një nga podcastet që kemi biseduar, kemi thënë 1 minutë kur e madhron Zotin që je mirë, mund të jetë sa vite kur je në vështirësi. Se kur je i smur, kur je afër vdekjes, kur je në hallë dhe sikletet mëdha, çdo kush mund bëj si besimtar, se nuk ka ç'a bën, nuk e ka, domethënë, nana, babai, doktori, është situatë pa shpresë. Ti don një fuqi shumë më të madhe se sa ato. Po kur je mirë, duket sikur s'ke nevojë për askënd. Ktu është devotshmëria e madhe. Zoti e lejon që shejtani mallkum ta sprovoj Ejubin. Dhe sprova vllai i dashur ishte e madhe. Për shembull në Islam, shkatrimi i pasurisë është sprovë e madhe. Fatkeqësia në familje është sprovë e madhe dhe shkatrimi i shëndetit është sprovë e madhe. Sikur Ejubit alayhis salam t'i kishte ndodhur njëra prej këtyre, do mjaftonte si sprovë shumë e madhe. Por Allahu Madhnushëm kishte përcaktuar në kaderin e tij universal që ky pejgamber do t'u sprovonte shumë rënd. Ku sprovu Ejubi alayhis salam, u sprovu në fillim pasuri, derisa falimentoi. Por me atë durimin e bukur profetik tha, s'ka problem. Zoti më ka dhënë fëmijët, do punojnë ato e do kalojmë jetën me bereqet. Mbjen një smundje, atëherë këto smundjet malaria, smundjet e rënda,
epidemike, këto merrnin shumë njerëz vëlla. Sa atëherë shëndetësia ishte shumë dobët. Vjen një smundje që vdiqen njerëzit, po vdiqen më shumë nga familja e Ajubit alayhis salam. Gjithë fëmijët e tij dhanë shpirt. Pra iku pasuria, ngelën mbështetje fëmijët. Fëmijët vdiqën. Ajubi alayhis salam me durimin e tij të bukur pejgamberllëku tha, pasuria iku, ikën dhe fëmijët, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Zotit jemi ke Zotit do shkojmë, paktën unë me bashorten, ajo do kujdeset për gjërat e shtëpisë, kurse unë do punoj me durët e mia, edhe do kalojmë bashkë. Ka pas një nuse jashtëzakonisht mirë, e kishte zgjedh atë me merak. Dhe prandaj i drejtohem gjithë të rinjve dhe të rejave, kini kujdes në bashorten ose bashortin që zgjidhni, sepse do kaloni jetën. Mund të pëlqejeni për çastin, por duhet të shikoni karakterin që kanë. Se nëse ndryshojnë gjërat, nëse nesër smuhesh, nëse nesër varfrohesh, nëse ka karakter të madh, qoftë burri apo gruaja, atëherë do i kaloni ditë të vështira. Po nëse janë dash për interes me që kanë pasuritë saj bote, ose thjesht pa e kuptuar se pse po fejohen, po martohen apo janë bashkë, atëherë kjo është problem i madh. Se në ditë vështirë rrëzohesh. Dhe Ajubi alayhis salam tha, ikën fëmijët mi mori i madhi Zot, më iku pasuria, po të paktën kam shnetin. Do punoj, do mbaj bashortën time, edhe derisa të na ka të bëjë Zoti risk me jetu, ishte pejgamber. Allahu mëdhnushëm, sprova e tretë e rëndë shumë e sprovon në Ajubin me smundje. Edhe vetë. Dhe ditë mbas dite, ai rëndoi. Ditë mbas dite, ai dërgjej në shtrat. Në mënyrë graduale vëlla, nuk mund të do të lëvizte më nga shtrati. Çfarë ndodh? Ishte njëri i respektuar, pejgamber. Njerëzit e dishin dhe kur ka qenë i pasur i ka ndihmuar njerëzit. Fjala e tij, fjalë pejgamberi, fjala e tij, fjalë profeti. Por e vizituan në fillim, kështu ndodh me të gjithë. I parasysh mund të shkosh në spital, javën e parë, javën e dytë, po pas zgjati me vite, njerëzit fillojnë të harrojnë. Fillojnë të vazhdojnë jetën e vet. Dhe Ajubi alayhis salam mbeti në shtrat, dhe njerëzit në fillim i vishin për vizitë, dikush dhe ndihmonte, por në mënyrë graduale gjithsecili vazhdoi jetën e vet. E vetmja heroine e madhe që mbahet një nga bashortet më denja për t'u marrë shembull, mendohet që emri i saj ka qenë Lia, ishte ajo që u kujdes në të gjitha aspektet, për ta pastruar, për ta veshur, për t'i net afër, për t'i thënë fjalën e mirë, bashorte totalisht e denjë. Dhe Ajubi alayhis salam ishte në shtrat, përpiqej të ngrihej nga shtrati, nuk mund të dot. Pra në fillim i iku pasuria, tha kam fëmijët, pastaj tha kam fëmijët i vdiqën, tha kam shëndetin, pastaj tha kam shëndetin u sëmur, dhe i mbeti vetëm bashortja e vet dhe dy shok. Kishte dy shok, ose si me thonë, si nxënës, si shok, si njerëz që vishin merrshin këshilla përpara ke pejgamberi i Zotit Ajubi, më besnikët që kishte pas. Gjithu larguan dhe filluan të harrojnë përveç këtyre dy shokëve. Këto vinin e vizitonin her pas here, edhe bashortja që kujdesej. Ai shumë e kaploi smundja vëlla. Sa ai e pa që nuk çoi dot më nga shtrati. Fillohen t'i bllokoheshin gjymtyrët. Kishte dhimbje, kishte smundje. Ai tha i gjatë madhe Allahut. I dite e pa që me zor po lëvizte, kishte duart ose këmbët, nuk i lëvizte fare. I tha i erë, o Zot, qofsha fal. Zoti im i dashur. O Zot, që më ke krijuar, e jam ai Ajubi që më ke dhënë shumë të mira përpara, tani po më sprovon. Dorën tënde jemi, vetëm të kërkoj një gjë. Vetëm këtë marruj. Edhe duat e pejgamberëve ishin të pranuar. Tha, mos ma merr gjuhën time, se nuk mund të rrit dot pa thonë la ilaha illallah. Shikoj kështë mirakull. I vdiqën fëmijët, ka njerëz që vetëm një fëmijë t'i vdesi shkatrohet jeta e tij. Nga aspekti mental, ai nuk rregullohet më. I vdiqën gjithë. Ju shkatrua pasuria, ka njerëz që marrin një goditje ekonomike, s'bën më. Gjithmonë pastaj i mbetet ajo si fobi, si ankth. Kurse Ajubi alayhis salam i kaloi këto, ishte shumë i smur dhe i tha Zotit, Allah, qofsha fal,
ti më sprovo si duash, vetëm të lutem mos ma merr gjuhën. Se dua që mos ta humb shansin të them sa më shumë fjalën la ilahe illallah. Allah.